تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vëllezër të dashur, ne bi'idhnillahi ta'ala do vazhdojmë me këtë libër madhështor, El Muharrar fil Hadith, të autorit Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah. Dhe jemi ala do më thonë të libri Kitabu Salah, libri namazit, të pjesa do më thonë në forma e namazit, të pjesa të kapitulli forma e namazit. Thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah në hadithin 236, وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين يسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول ركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. Këtu ke ky hadith të Abu Qatadas radiallahu anhu që transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na printe neve në namaz. Dhe zakonisht atë që vepronte ishte që në namazin e drekës dhe të ikindis lexonte domethënë në dy rekatet e para me El Fatihatul Kitab, suratul Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, was suratejni yusmi'una al-ayat ahyanan. Dhe pas suratul Fatiha lexonte edhe dy sure tjera. Do thonë në dy rekatet e para flasim tash të drekës dhe të ikindis. Këtu do më thonë që pas suratul Fatiha i lexonte pejgamberi alayhi salatu wasallam edhe dy sure tjera. Donjëherë do më thonë na dëgjojshim ndonjë ajet prej ajeteve që lexonte pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe ishte suneti i tij që rekatin e parë të drekës e zgjatte më shumë, kurse rekatin e dytë ishte më i shkurtër se i pari. Dhe në dy rekatet e fundit e falte vetëm bi Fatihatil Kitab, vetëm me domethënë në suratul Fatiha. Vetëm me suratul Fatiha. Dhe ky hadith është muttafaqun alayh, që do të thotë domethënë se është në Buhari dhe Muslim. Pastaj hadithi 237 që ka të bëjnë me hadithin e 236 është an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأولين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر نصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأولين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على نصف من ذلك. وفي رواية بدل ألف لام ميم تنزيل السجدة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية. شمراث. Do më thonë ke hadithi Ebu Saidit radiallahu anhu, thot Ebu Saidi radiallahu anhu e logaritshim kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam që qëndron të në këmbë në namaz, gjatë namazit të drekës dhe të ikindis. Dhe atë që e logaritën, dhe kjo do më thonë nuk është në mënyrë të prerë kështu pa tjetër, por për afërsisht atë që e kanë vlerësu dhe e kanë logaritë, që në dy rekatet e para të drekës lexonte pejgamberi alayhi salatu wasallam rreth
30 ajete. Rreth 30 ajete. Kjo do më thonë, dikush tash mundet me e keq kuptu këtë pjesën e hadithit këtu, që mi llogarit këto 30 hadithe me suratul Fatiha, po ashtu. Jo, këto ajete do më thonë, po, me llogarit do më thonë, këtu në këto ajete edhe suratul Fatiha. Jo. Pas suratul Fatiha i lexonte do më thonë 30 ajete. Kjo është do më thonë qëllimi. Pas suratul Fatiha i lexonte pejgamberi alayhi salatu wasallam në namazin e drekës 30 ajete. Dhe te këto do më thonë në 2 reqatet e para. Tash e pam të hadithi Ebu Qatades, i cili është muttefaqun alej, që i jepet do më thonë përparësi ndaj hadithi që është vetëm në Muslim, se hadithi Ebu Saidit, me gjithë atë se është hadithun sahih, hadith autentik, i sakt, por hadithi Ebu Qatades nga aspekti i fuqishës, është ma i fuqishëm. Pse? Sepse qëndron në Bukhari dhe Muslim. Është në Bukhari dhe Muslim. Kurse hadithi Ebu Saidit është vetëm në Muslim. Dhe ajo që është në Bukhari dhe Muslim është shkalla më e lartë në saktësinë e hadithit. Por dietarët kanë thënë në lidhje me këtë pjesë këtu të hadithit, se ka mundësi do më thonë, që do njëherë do më thonë, e ka falë reqatin e parë të drekës, ma gjatë se reqatin e dytë të drekës. Do njëherë tjetër, si pas hadithit të Ebu Saidit radiallahu anhu, i ka falë do më thonë reqatin e parë të drekës dhe të dytin njësoj. Do më thonë, ka lezu pas suratul Fatiha 30 ajete. Kjo është do më thonë bashkimi. Kështu bashkojnë do më thonë tekstet. Nuk ka nevojë do më thonë këtu me i anulu në hadithet, ose me fjalë tjera me i abrogu, se bashkohen. Se namazi është gjë e përditshme 5 herë, edhe përsëritet. Edhe ka mundësi do më thonë, atë që ka vrejt Ebu Qatada radiallahu anhu, ka qenë se reqati i dyti i drekës ka qenë më i shkurtër se ai i pari. Kurse Ebu Saidi radiallahu anhu thotë se ka qenë do më thonë identik, edhe i pari edhe i dyti, që ka lexuar pejgamberi alayhi salatu wasalam pas suratul Fatiha do më thonë ka 30 ajete. Dhe thotë Ebu Saidi radiallahu anhu, dhe e kimi llogarit edhe kohën e 2 reqateve të fundit të drekës. E kimi llogarit kohën, do më thonë, e 2 reqateve të fundit të drekës, dhe ato ishin gjysma e asaj që lexonte në 2 reqatet e para. Që do të thotë kjo, se ka ndodhur që pejgamberi alayhi salatu wasalam në namazin e drekës, në 2 reqatet e fundit, do më thonë në i 3-tin dhe i 4-tin, do njëherë pas suratul Fatiha lexonte ka 15 ajete. Që është e ligjshme. Është e ligjshme dhe kjo vrehet do më thonë që e kena pa në zbatim do më thonë të shujuhët, të Sheikh Ali Hudhaifi, hafidhahullah, që është imam në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur shkojmë do më thonë me falë në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wassalam drekën ose ikindin, ti e ke marru suratul Fatiha në tash e tu prit që ai më shkon në ruku. Ai do shta i lexon edhe 10 ajete. E keni vrejt do shta. Kjo do më thonë, Vile Babi tha, tash ku më falë një namaz si pas sunetit e kështu, do më thonë se vrejt dalimi. Vetëm ke ky do më thonë Sheikh Selefi që është, Sheikh Ali Hudhaifi, hafidhahullah. E në bazë do më thonë, Sheikhu ka vepru në bazë këtit hadithit. Do më thonë që pejgamberi alayhi salatu wassalam, në 2 reqatet e fundit të drekës, do më thonë, ka lexuar gjysmën e asaj që lexonte do më thonë në 2 reqatet e para, që do thotë do më thonë 15 ajete. Dhe thotë Ebu Saidi radiallahu anhu, dhe kjo tregon do më thonë, kjo tregon për kushtimin të madh dhe kujdesin të madh të sahabëve ridwanullahi alejhim në lidhje me namazin e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe çdo lëvizje të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Jo me flet aty do më thonë gjumë. Edhe kjo është edhe për neve, kur na jepet shansa dhe mundësia me qenë me do një dietar për dietarve, me shfrytzu do më thonë këtë rast që me përfitu. Me përfitu më thonë për namazin, se formën e namazit se si e falë, se si e zbaton. Edhe dihet do vim do më thonë të hadithi që disa prej
Do më thonë, kanë thonë që se kena kuptu fjallën e Shekh Albanit rahimullah për lëvizjen e gishtin, tregues gjatë të shehudin së parë dhe të dytin, derisa kena shku në Jordani dhe e kena pa Shekh Albanin live në mënyrë drejt për drejt se si e ka lëviz gishtin. Atëherë do të thonë kanë kuptuar në mënyrë të plot se si e ka shpjeguar Shekh Albani në librin e tij, do të thonë, forma e namazit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe kjo ka është, do të thonë, rruga e sahabëve ridwanullahi alejhim. Thot Ebu Saidi, wa hazarna qiyamahu fi ar-rak'atayn al-awwalayn min al-'asr ala qadri qiyamihi min al-ukhrayayn min adh-dhuhr. Dhe kemi llogarit qëndrimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam në 2 rekatet të para të ikindis ishte sa qëndrimi i tij në 2 rekatet e fundit të drekës. Do më thonë, në ikindin, do më thonë, i lexonte në 2 rekatet e para 15 ajete. Se nëse është, do më thonë, qëndrimi, sikurse 2 rekatet e fundit të drekës, që ishin gjysmat e 2 rekateve të para të drekës, që janë 30, gjysma asaj 15, atëre i bie, do më thonë, që në namazin e ikindis, në 2 rekatet e para, pas suratul Fatiha, lexonte pejgamberi alayhi salatu wassalam 15 ajete. Wa fil ukhrayayni min al-'asr ala nisfi min dhalik. Dhe në të 2 rekatet e fundit të ikindis, 3-ën dhe 4-ën, lexonte gjysma e asaj që lexonte në 2 të parët. Do të thotë, domethënë gjysma e asaj 7 deri 9 ajete parafërsisht. 7 ajete, 8 ajete parafërsisht. Që do thotë, domethënë, se lejohet edhe në rekatet 3-ën dhe 4-ën me lexu më shumë se sa që është, domethënë, edhe suratul Fatiha. Dhe këtu shihet, domethënë, kuptimi i thellë i këtij dietarit Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah, që në fillim tham, domethënë, se ka vdekur në moshën 39 vjeçar. Por domethënë ka qenë prej dietarëve, si ka thënë Ibn Hajeri rahimahullah dhe dietarët të mëdhej për to. Këtu masi që në kapitujt ose në hadithet të kaluara foli Ibn Abdul Hadi ose i solli Ibn Abdul Hadi argumente, tekstet që lidhen me suratul Fatiha, se kur lexohet, si lexohet, çish lexohet, imami, ai që ndjek imamin, ai i cili fal namazin vetë, rregullat me suratul Fatiha, rregulla në lidhje domethënë me besmela. Masi që domethënë i ka përmend të gjitha argumentet në lidhje me këtë çështje, atëherë ka kaluar Ibn Abdul Hadi rahimullah në këto hadithe, që çka vjen tash pas suratul Fatiha, çka të lexojmë domethënë ne tash pas suratul Fatiha, dhe çka është e ligjshme domethënë që me lexu pas suratul Fatiha në namazet të tjera. Dhe disa prej dietarëve kanë thënë se kjo çështje yuqas bëhet domethënë në lidhje domethënë të analogjisë edhe për namazin e Yacis, se namazi i Yacis është po ashtu 4 rekate, sikurse dreka dhe ikindia. Që do të thotë domethënë se mundesh me lexu domethënë në rekatin e 3 dhe i 4 me shtu diçka. Shtesë domethënë të suratul Fatiha. Edhe kjo tregon domethënë se Ibn Abdul Hadi rahimullah e ka renditur librin domethënë në mënyrë të shkëlqyeshme. Nuk është domethënë vetëm i ka sjell hadithet, i ka grumbullu hadithet, se ka dallim, ka dallim mes grumbullimi i teksteve shariatike, mi grumbullu, edhe këtë do shta secili mundet ta bëjnë sot, sidomos me internetin, me programe që ekzistojnë shumë, i grumbullon. Por përpillimi dhe renditja, këtë e kanë vetëm dietarët dhe njerëzit që kanë kompetencë. Edhe kjo është dallim i madh. Dallim i madh domethënë mes dietarëve dhe ata domethënë që pretendojnë dije dhe janë larg të asaj. Këtu po ashtu e shohim qartë domethënë dhe e mësojmë nga hadithi e Abu Qatadas radhiyallahu anhu, yusmi'una al-ayata ahyanan. Donjëherë domethënë ato ajetet pas suratul Fatiha i thoshte pejgamberi alayhi salatu wasallam, ose i lexonte pejgamberi alayhi salatu wasallam me zë, që këto mas që janë domethënë ta dinë dhe ta kuptojnë
se pejgamberi alayhi salatu wasalam pas suratul Fatiha lexon edhe ajete të tjera. Në 2 rekatet e para të drekës, parafërsisht 30 ajete. 2 rekatet e fundit domethënë 15, të ikindis 15 në të parët, në 2 të fundit domethënë ka 7 deri 8. Kjo domethënë që ka bë pejgamberi alayhi salatu wasalam, është domethënë që t'u mësojnë të tjerëve, të pranishmeve, që është e lidhshme që me lexu domethënë edhe diçka pas suratul Fatiha. Kjo është domethënë qëllimi. Edhe për neve njësoj vlen. Nëse dikush është fillestar në Islam me namazin, atëherë është e mirë domethënë dhe e udhës dhe e sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam që ti kur ta lexosh suratul Fatiha, edhe pastaj e fillon një sure tjetër, që doshta do një ajet për ajeteve që i lexon, me thënë pak me zë, që ky tjetri me kuptu domethënë, ta mësosh domethënë në mënyrë praktike, pa me i thënë diçka. Sikur se ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe të dyat haditha aludojnë, hadithi e Abu Saidit dhe hadithi e Abu Qatadas radhiyallahu anhuma, se namazi drekës dhe ikindis falet pa zë. Se atër nuk ka kuptim hadithi yusmi'una al-ayat ahyanan. Do thonë, e thoshte do një ajet me zë ka një herë. Kjo do më thonë tregon se normal, zakonisht, lexon të pejgamberi alayhi salatu wasallam pa zë. Por do një herë e thoshte edhe me zë. Kjo tregon se do të thonë që falet namazi drekës pa zë. Dhe plus edhe hadithi e Abu Saidit që thot e kemi llogarit kohën. Kjo e kemi llogarit kohën, çka do thot? Nëse ishte domethënë me zë të lartë, që dëgjonin sahabët ridwanullahi alehim, s'kishin nevojë me llogarit. I dishin tamam sa ajeti ka lexu. Po kjo domethënë tregon se namazi drekës dhe te ikindis domethënë falet domethënë pa zë. Falet domethënë pa zë. Po nëse ndodh tash, ta supozojmë se dikujt i ndodh haron, hamencia, çfarë do qoftë, edhe fal drekën me zë. Ose i kindin me zë. Ju themi namazi ke në rregull. Se është sunna. Nuk është diçka që ti do një rukën ke prish, ose do një wajib, është domethënë sunna që dreka të falet të pa zë. Domethënë s'ke gjë, namazin e ke në rregull. Namazin e ke domethënë në rregull. Sheikh Zeidi rahimullah thot, te hadithi i parë që transmeton Abu Qatada, thot Abu Qatada, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Te hadithi Abu Saidit thot kunna domethënë të dyja këto shprehje ose fjali aludojnë thot Sheikh Zeidi se kjo ka qenë në mënyrë të vazhdueshme që ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wasallam. Atë domethënë që u përmend deri tash. Ka qenë domethënë një gjë e tillë, kjo kunna dhe kana nebiu sallallahu alaihi wasallam, kjo aludon domethënë që një gjë e tillë ka qenë në mënyrë domethënë të vazhdueshme, në mënyrë domethënë të vazhdueshme. Pastaj hadithi i radhës thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah, وعن بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الأولين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطول المفصل. رواه ابن ماجه والنسائي. Te ky hadith që transmeton Bukejri ibn Abdillah radhiyallahu anhu wa rahima nga Sulejman ibn Yasar radhiyallahu anhu wa rahima nga Abu Huraira radhiyallahu anhu thot, Abu Huraira radhiyallahu anhu thot, nuk jam falur pas askujt i cili ishte më i përngjajshëm me namazin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se filani. Do thonë është përmend një person që tash këtu në lidhje me hadithin dhe tekstin dhe gjykimet dhe dobitë e hadithit nuk ka rëndësi domethënë emri i filanit. Nuk ka përmend. Kurse Abu Huraira radhiyallahu anhu e ka përmend emrin e tij. E ka përmend emrin e tij, por këtu domethënë këtu në këtë rast domethënë nuk është përmend, po është përmend domethënë filani. Ka thënë Sulejman ibn Yasari rahimahullah
si e falte filani namazin, që kjo I ka duk Ebu Hurejras radiallahu anhu se ky njeri do më thonë e ka namazin më së përafërti me namazin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot që 2 reqatet e para të drekës I zgjatën. 2 reqatet e para të drekës I zgjatën. Dhe kjo zgjatja kuptojmë do më thonë me hadithin e Ebu Qatadës dhe hadithin do më thonë Ebu Saidit, që I bashkojmë do më thonë I bashkojmë tekstet, I bashkojmë argumentet, që parafërsisht do më thonë ka lexuar 30 ajete. Dhe Sheikh Zejdi rahimullah thot, çështja në këtë mesele është e gjerë. Tash nëse e zem dikush prej neve dhe zakonisht e bëjmë një gjë e tillë, ndoshta lexojmë do të thonë një sure të shkurtër, në drejk, mas suratul Fatiha, me 6 ajete, me 7 ajete, me 10 ajete, ndoshta ka gjërësi do më thonë. Nuk është diçka do më thonë që është patjetër kjo. Është do më thonë mustahab. Një gjë e tillë që mi lexu 30 ajete është mustahab. Fahimta? 2 reqatet e para të drekës I zgjatën. 2 reqatet e fundit I kishte më të shkurtra. Dhe asrin e falte do më thonë në edhe asrin do më thonë në yukhaffif al-asr, do më thonë pak më I shkurtër. Do thonë yukhaffif al-asr në lidhje me drekën. Edhe kjo u pa edhe te hadithi Ebu Saidit radiallahu anhu që në 2 reqatet e para të ikindis I lexonte pas suratul Fatiha 15 ajete. Ky është ai do të thonë kuptimi yukhaffif al-asr, do të thonë e shkurton në asrin. Jo në kuptimin me e shkurtu asrin që me I braktis ose me I lën shtyllat e asrit e namazit ose wajibat. Se dhe wajibin kur e lën njeriu me qëllim, namazi I prishet. Nëse lën ai me qëllim wajib çka është, atë namazi është batil, është I kot. Dhe çka bonte ai filani që Sulejmani thot që Abu Hurajra radiallahu anhu ka thënë se ai e falte më së përafërti me namazin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, lexonte në maghrib bi qisar al-mufassal. Bi qisar al-mufassal dhe në el-isha, në yatsi do më thonë, të mesmit e mufassal, dhe në sabahun, ato të gjatat e mufassal. Këto suar e mufassala, suret ndarse, pse janë quajtur, kanë thënë djetara do më thonë, li kethratil fawasil, bejnaha. Sepse ka do më thonë shpesh ndarje mes tyre. Ndarja është me besmele. Thënë këto sura, nga ku fillojnë këto sura? Ajo që është do më thonë rajih prej suratul Qaf. Do më thonë, ato të shkurtrat el mufassala që janë, ka thonë Sheikh bin Bazi rahimullah, është do më thonë fillimi I suratul Duha deri në fund të An-Nas. Kjo do më thonë ka qenë që pejgamberi alayhi salatu wasalam zakonisht do vim tash do më thonë do shohim edhe sure tjera ka lexuar që janë më të gjata. Po zakonisht do më thonë që më së shumti ka praktikuar pejgamberi alayhi salatu wasalam gjatë namazit të akshamit ka lexuar do më thonë prej sure ad-Duha deri te An-Nas. Do thonë prej atyre sureve ka zgjedh doni sure dhe e ka lexuar. Wasat al-mufassal, ato të mesmit nga zgjatja, kanë thënë dietara do më thonë është prej sura Neba deri në el-Lejl. Dhe Sheikh bin Bazi ka thënë prej Abasa. Min el-Abasa deri në Lejl. Kjo ka qenë suneti pejgamberit alayhi salatu wasalam që ka lexuar do më thonë në namazin e yatsis. Kurse ato të gjatat e mufassal nga sura Qaf deri te el-Mursalat. Kjo është do më thonë ka disa dietarë do thonë renditjen e kanë bërë një sure përpara, një sure përmas kështu më, por parafërsisht janë këto domethënë. Parafërsisht janë këto domethënë, ato të gjatat el mufassal, të shkurtrat el mufassal dhe të mesmit el mufassal. Dhe kjo me këtë hadith don me na tregu Ibn Abdul Hadi rahimahullah se është e ligjshme domethënë që pas suratul Fatiha me lexu një sure tjetër. Është domethënë e ligjshme se Ebu Hurajra radiallahu anhu ka thënë këtu domethënë se ky njeri e fal
mësë për afërti namazin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ose më i ngjajshëm me namazin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pjesa e kësaj është domethënë edhe leximi i këtyre sureve pas domethënë pas suratul Fatiha, që është mirë domethënë me i lexu. Dhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah se imami i xhamis duhet t'i kushtojnë rëndësi këtyre çështjeve. Se kur i ka fal pejgamberi alayhi salatu wasallam në Maghrib, me cilat sure, në Isha, me cilat sure, në Fajr, me cilat sure, me i kushtu rëndësi kësaj çështje. Por nuk është patjetër të çdo herë domethënë edhe për këtyre sureve me zgjedh doni sura. Mund të domethënë edhe nga fillim të Kuranit, suratul Baqara, kështu me radhë suratul Al-Maida, kështu me radhë. Edhe shumë e rëndësishme në lidhje me këtë çështje është të kemi kujdes në lidhje me ato që falen pas nesh. Do thonë imamit ketë kujdes për ata që janë pas tij. Ndoshta është dikush domethënë i smur, njeri domethënë ndoshta ka nevojë e të ngjashme ose njeri në moshë të shtyër, prandaj domethënë duhet kesh kujdes. Edhe kjo ka qenë domethënë edhe rruga e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe sahabët ridwanullahi alejhim. Pastaj hadithi i radhës 239 thot ibn Abdul Hadi rahimahullah an ibn Ishaq an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi annahu qala ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة رواه أبو داود. Thot Amr ibn Shu'aib, i cili transmeton këtë nga babai i tij, nga gjyshi i tij, se nuk ka domethënë prej sureve që janë mufassal, që fillon domethënë nga Qaf deri në fund të Kuranit, për vetëm se a janë ato të shkurtra ose të gjata, për vetëm se kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasalam duke i pri njerëzit me ato sure në namaz. Domethënë në namazin që është për detyrë, namazin domethënë në fars. Edhe kjo ka qenë fil ghalib domethënë në shumicat e rasteve. Kurse fi ghairil maktuba, në lidhje me ato namazet që nuk janë obligim, po nafilet, atëherë themi domethënë në intalik, vazhdo. Mund të lexoj suratul Baqara, pastaj Ali Imran e kështu me radhë. Ama jo tash ti te nafilet edhe namaznate e lexon ndoshta me elif lam mim edhe shkon ruku, edhe kur del para vëllezërve, fillon domethënë me suratul Baqara. Duhet kemi domethënë në maturi, urtësi dhe sidomos edhe situata e njerëzve. Situata domethënë e njerëzve dhe e dim domethënë nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dhe Hudhayfa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu dhe të tjerë që kanë treguar domethënë se kanë shkuar te pejgamberi alayhi salatu wasallam gjatë namaz natë, kanë takuar dhe janë bashkangjitur dhe ka lexuar domethënë sure të gjata. Po kjo domethënë ka qenë si thanë dietarët këtu, kjo ndryshon prej namazeve domethënë që njeriu domethënë i falë me xhamat. Pastaj hadithi i radhës 240 an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب وفي بعض روايات حديث جبير فكاد قلبي أن يطير متفق عليه. Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu tregon se kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasalam duke fal me akshamin dhe ka lexuar pas suratul Fatiha, surat Tur, që ka 49 ajete. Që tregon domethënë zakonisht i lexonte për Maghrib ata qisar al-mufassal, ato të shkurtrat, nga duha deri në fund të Kuranit. Por këtu ndodh tash, edhe që hadithi është muttafaqun alej, Buhari dhe Muslim, që ka lexuar pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe sure të gjata në ato namaze që zakonisht i falte me sure të shkurtra. Edhe thot Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, gati se zemra ime nuk fluturoj.
ne dëgjojmë Koran as në sen, as nuk lëviz zemra bilet e ne. Edhe shumë pyesim si të pastroj veten, çish ta pastroj veten, e pastrojmë veten duke lexuar librin e Allahut. Duke logjiku. Dhe treguohet për Sheh Rabin që ja ka treguar dikujt prej talebëve, ne pastaj kanë treguar ato, kanë vazhdu, që Sheh Rabia thot kur kam filluar në fillim në kërkimin e dijes, më ka ra libri Riyadus Salihin në dorë. Edhe kam filluar ta lexoj. E lexojsha librin edhe çajsha, se fillova ta njoh, domethënë pejgamberin alayhi salatu wassalam. Do thonë ajo është kur dia e prek zemrën të pastër. Len gjurmë ajo dia. Edhe ky Jubair ibn Mut'im, edhe këtu mirë ta kuptojmë. Këtu ka qenë para me hyrje në Islam. Kur e ka dëgjuar suratul Tur nga pejgamberi alayhi salatu wasallam duke i prim muslimanëve në namazin e akşamit, alas ka qenë musliman. Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu. Po ka qenë domethënë tu i hy imanin në zemrën e tij. Dhe thot, gati se zemra ime nuk fluturoi. Nga minel farah, nga gëzimi dhe lumturia që ka përjetu. Dhe prandaj Heraklios kur i ka thënë Abu Sufjanit, a e lejnë ata njerëz islamin kur e pranojnë? Ka thënë jo asnjë, nuk ndodh domethënë në Mekë që dikush më lën islamin. Ka thënë kështu është imani. Kur zë vend ai në zemrën e njeriu, s'mundesh me asnjë sen botë ta largosh. Me asnjë sen, së në largosh. Dhe këtu është një dobi e madhe në shkencën ose në terminologjinë e hadithit, që kur një njeri e ka dëgjuar një hadith duke qenë pabesimtar dhe ka mbajtur mend dhe pastaj transmeton hadithin duke qenë besimtar musliman, a i pranohet hadithi? I pranohet hadithi. Se këtu kur e ka dëgjuar këtë hadith ka qenë mushrik. Ka qenë ala mushrik kur e ka dëgjuar këtë hadith. Por kur e ka transmetuar hadithin, ka qenë musliman, ka qenë sahabi. Dhe tham ku është? Muttafaqun alayhi. Muttafaqun ku është në domethënë Buhari dhe Muslim, që Buhariu do thotë domethënë ka qenë të mendimit dhe muslimi rahimahumullah ka qenë po ashtu të mendimit se i pranohet hadithi. Dhe domethënë nuk e prek çështjen e saktësisë. Dhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah në shpjegimin e këtij hadithit të Jubair ibn Mut'im dhe po ashtu edhe të Amr ibn Shuaibit rahimahumullah, se imami i cili i pri njerëzit në namaz domethënë duhet domethënë me pas kujdes dhe me pa domethënë ose me vlerësu situatën e njerëzve ose gjendjen e tyre domethënë, se si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ayuhan nas inna minkum munaffirin, ka për juve domethënë që njerëzit i largojnë. Se fa ayyukum amma an-nasa falyukhaffif. Kushdo prej juve që i prin njerëzit në namaz, atëherë domethënë ne tua lehtësojnë namazin, se pas atij domethënë min waraihi ad-da'if was-saqim wa dhal-haja. Se pas atij domethënë ka njerëz që janë të dobët, ka njerëz që janë të smur ose njerëz që domethënë që kanë nevojë, që i pret domethënë puna dhe nevoja domethënë e tyre që i kanë. Prandaj me pas domethënë kujdes kur bëhet dikush imam, që mos me ndodh aty e fal drekën ose ikindin, i vjen radha rashapoj dhëndrit të rashapojës, edhe e kam babgjyshin mas meje, edhe fale tash. Jo, domethënë duhet kemi kujdes. Edhe lejohet këtu me dal prej namazit. Nëse dikush e zgjat namazin aq shumë, lejohet domethënë me dal prej namazit. Edhe ka ndodhur një herë në Medinë, unë s'isha në xhamia, se e kemi pas në konviktin ton jashtë xhamias. Ka ndodhur një kharixhi, se di që se ka ndodhur në xhamin Mesjid bin Baz në Medinë, ka dal, i ka fal, i ka prinë në namaz, e ka fal ikindin duke ose drekën ikindin, po 40 minuta e diçka. Sa që domethënë njerëzit kanë filluar domethënë me dal prej namazit edhe me i bërtit atit, e kur e ka përfunduar namazin gati që nuk e kanë rrahur. Thënë, kjo nuk është urtësi, barakallahu fikum, po duhet me i pa, si që shihet domethënë prej këtyre haditheve. Ne bazohemi domethënë te hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam.
Pastaj hadithi radhës 241 an Fulejh قال حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو سيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووطر يديه فتجاف عن جنبيه قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعيه رواه أبو داود والترمذي. Te ky hadith që transmeton Fulejh nga Abbas se janë taku në një mexhlis disa prej sahabëve ridwanullahi alejhim. Prej to kanë qenë Ebu Humejdi, Ebu Usejdi, Sahal ibn Sa'd, wa Muhammed ibn Maslama dhe disa të tjerë. Gjatë këtij tubimit ose të këtij mexhlisit e kanë përmendur namazin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah se ky hadith, prej dobive të këtij hadithit është që aludon se është prej sunnetit dhe prej urtësisë që dia të përsëritet. Që dia do më thonë të përsëritet. Si e kanë vepruar një gjë e tillë ashabun nebiji sallallahu alaihi wasallam, që ata kur takoheshin, sahabët ridwanullahi alehim, kur takoheshin, do më thonë na, bëjshin përsëritje dhe kështu do më thonë, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, yanbaghi litulabil ilm. Edhe kështu duhet do më thonë me qenë edhe nxënësit e dijes, që kur ata takohen, do më thonë, t'jen ato me xhlise për përkujtim dhe për përsëritje. Se ndoshta dikush ka që ai tjetri nuk e ka, ose dikush ka kuptuar diçka që ai tjetri nuk e ka kuptuar. Edhe kështu do më thonë secili e përmirëson tjetrin. Me qëllim do më thonë, me qëllim me përmirësu tjetrin dhe ti jesh i dobishëm. Jo me qëllim që ti tjetrin ta nënçmojsh. Edhe e ke lexuar një mesele, sikur sa ato kastravesat edhe specat bëshin në Medinë, ato spahijat, spartakat ato, mësojshin diçka, do më thonë se dishin se Gjemali ka ardhur në Maqedoni dhe ne kishim halle tjera, ai kishte halle tjera po ashtu, edhe çka, hajde tash një mesele mësoj unë, e lexoj mirë, edhe tash 1-2 Gjemalit atë mesele t'ja përmend. Dhe me vu vetën në dukje, se unë e po di. Edhe si ka thënë hoxha i nderuar, po ta prekesh të pak jashtë asaj meseles temës, ishte, do më thonë, blackout. Kështu ka qenë, do më thonë, ata njerëz. Kjo nuk është qëllimi. Edhe këtu që ka thënë Ebu Humejdi, ana a'lamukum bi salati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Unë jam më i dituri për juve për namazin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kjo nuk është li teskiyati nafs. Kjo nuk është, më thonë, me dhënë teskia vetvetes. Por me tregu një realitet që ai, do më thonë, ka qenë shumë i përpikt në lidhje me namazin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka ndjek, do më thonë, me përpikshmëri. Se si e ka falë pejgamberi alayhi salatu wasallam namazin, dhe tash unë po u asqaroj dhe juve. Dhe Ebu Humejdi kanë thënë se emrin e ka Abdurrahman, dhe disa kanë thënë Mundhir, dhe disa të tjerë kanë thënë emër tjetër, ghair dhalik. Po i shtuhira bi kunjatihi, është boj famshëm i njohur me kunjan e tij. Ebu Humejdi. S'kan thënë pasaj njerëzit jo po pse me kunja, jo po pse ashtu. I shtuhira, është boj i njohur me Ebu Humejdi, me kunjan e tij. Pjesë, do më thonë, të përshkrimit të formës të namazit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot Ebu Humejdi radiallahu anhu, ka shkuar pejgamberi alayhi salatu wassalam në ruku, dhe i ka vendosur duart e tij, do më thonë, te gjunët, sikur se do me i kap gjunët. Do thonë, sikur se do më thonë, me i kap, me i shtrengu. Ashtu është forma. Dhe ka hadithe tjera, do më thonë, që i ka hapur, do më thonë, gishtat. Do thonë, kur i ka kap gjunët në ruku, jo mi pas, do më thonë, gishtat kështu të mbledhura, si më thonë, po të, si thot kjo gjuna?
hapura domethënë. Edhe sikur se do ta kapish gjunën domethënë. Kjo domethënë ka qenë forma e pejgamberit alayhi salatu wassalam domethënë në ruku, në kapjen ose në vendosjen e duarve në te gjunët. Pastaj po ashtu edhe formë tjetër gjatë rukus, që pjesa e bryllave të duarve kanë qenë domethënë si lloj formë të harkut. Domethënë po. Domethënë si harku që ka domethënë. Po kjo domethënë dhëndri Rashapojës, barakallahu fik, kjo vlen domethënë të gjitha këto janë mustahab tash, edhe do përmendim edhe gjëra tjera, edhe të çështja të warruk që mësuam para do javë në mësime, nëse kjo thonë dietarët, shkakton dëmtim ndaj atyre që falin me ty, atëherë është largimi i dëmit është më parsor se sa dobia personale që ti e merr. Dhe biidhnillahi taala çështjet janë sipas niyetit të tyre. Sipas niyetit, nëse njeriu me vërtet e ka niyetin që me bë uljen e tawarruk në çdo namaz, do thonë në të shahudin e fundit, e kështu me radhë kështu, po kësaj radhe i ndodh që nuk i jepet mundësia shkaku i që është shumë xhamat ngushtë, atëherë inshallah kesh problemin domethënë sipas niyetit. Ama jo që ti tjetrit tash ta dëmtojsh e veten domethënë duke u zgjeruar aty. Domethënë duart duke i kapur të gjunët dhe kjo pjesa e bryllave domethënë si formë domethënë e harkut. Pastaj thumma sajada. Pastaj shkoi domethënë pasi domethënë që është ngritur në këmbë, është drejtuar, është qetësu, pastaj ka shkuar domethënë pejgamberi alayhi salatu wasallam në sujud. Fa amkana anfahu wa jabhatahu. Domethënë atëherë mire vendosi ballin e tij dhe hundën e tij domethënë tokë. Të dyja domethënë ta prekin domethënë tokën. Wa naha yadahu an janbay. Dhe po ashtu domethënë duarta i kishte domethënë të hapura shumë. Këto domethënë sidomos bryllat e duarve domethënë të larguara nga njëra prej tjetrës. Prap kjo vlen kanë thënë dietarët domethënë që kur ose për shembull nëse don ti kët sunnet që është mustahab një gjë e tillë, kur falesh ti nafilet, ose namaznate kur je tu e fal, ose kur je imam, atëherë mundesh domethënë të gjitha këto çështje me zbatu. Ama nëse tash falen me ty njerëz aty afër, edhe ti hap durrët, edhe i pengon ato tjerit e kështu me radhë, atëherë nuk është prej urtësisë dhe maturisë. Wa wada'a kafayhi hadwa mankibay. Dhe duart i kishte domethënë në lartësinë e supeve. Domethënë në sujud që ti nduar domethënë në lartësinë domethënë në drejtim të supeve. Thumma rafa'a ra'sahu, pastaj ngriti kokën e tij nga rukuja, hatta raja'a kullu 'azmin fi mawdi'ihi, derisa u kthye domethënë çdo kocë në vendin e saj. Çdo kocë domethënë u kthye në vendin e saj hatta faragha. Këtu hatta faragha domethënë derisa i fal ose i përfundoi 2 rekatet e para. 2 rekatet domethënë e para. Thumma jalasa faftarasha. Pastaj u ul domethënë dhe e zgjati domethënë këmbën e tij të majt dhe ul mbi saj. Wa aqbala bi sadri al-yumna ala qiblatihi. Dhe me këmbën e tij të djathtë, kjo pjesa e sipër që tash duket për njeriu, si më thon sadri lumja, do të thon. Pjesa e sipër e këmbës, ajo ishte ka kibleja. Edhe këtu mundohet edhe gishtat e këmbës së djathtë me i pas domethënë në drejtim të kibles, sipas mundësisë. Kjo domethënë sipas mundësisë, se dikush është nuk mundet tash shumë me i kthy gishtat. Atëherë sipas mundësisë domethënë mundohet që me i pas gishtat në drejtim, edhe gishtat, po edhe domethënë kjo pjesa e këmbës së sipër që ti në drejtim domethënë në të kiblës. Wa wada'a kaffahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna. Dhe vendosi domethënë dorën e tij, plumbin e dorës së domethënë të djathtë mbi domethënë gjunës së tij të djathtë. Dhe të majtën, dorën e majtë domethënë mbi gjunës së tij të majtë. Wa ashara bi isba'i. Dhe me gishin e tij tregues, domethënë me gishin e tij tregues të dorës së djathtë, domethënë e ngriti. Këtu domethënë përmend vetëm ngritja.
Po ka si na kanë thënë shehu jon, Sheh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah në Medinë, se është transmetuar një ziyada, një shtesë në Sunen e Tirmidhi, që është e saktë dhe ajo, që pejgamberi alayhi salatu wasallam gjatë të shehudit, jo vetëm që ka mbajt gishin tregues së dorës së tij së djathtë të ngritur, po edhe e ka lëvizur. Po edhe domethënë e ka lëvizur. Kjo iftirash, se këtu përmendet domethënë në hadith, faftarasha rijlahu al-yusra. Iftirashi në të shehudin e parë dhe i dyti është i ligjshëm. Kurse iftirashi gjatë sujudit nuk është i ligjshëm dhe i përngjan qenit. Se iftirashi gjatë sujudit i vjen domethënë që ta lëshosh domethënë gjithë dorën me deri te brylli domethënë tokë. Kjo nuk bën. Kurse ta lëshosh këmbën e majt, tërë këmbën e majt domethënë gjatë uljes në teshahudin e parë dhe të dytin, kjo domethënë është e ligjshme. Kjo është një gjë domethënë e tillë, është e ligjshme. Dhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, dhe po ashtu prej dobive të këtij hadithit është se kjo na shpjegon hadithi e Abu Humeidit, na shpjegon neve domethënë një pjesë të formës së namazit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu domethënë sahabët ridwanullahi alaihim i përmendin ato gjërat që kanë pa të arsyeshme në ato mexhlise ose ato gjëra që ato vetë i kanë përjetuar. Pastaj dietarët domethënë bazë të argumenteve edhe të tjera i shohin domethënë këto çështje që janë të përmendura në këto hadithe. A janë çështje që janë prej shtyllave të namazit, ose të obligimeve, detyrave të namazit, ose prej mustahabbat. Bazë domethënë në të mbledhjes së argumenteve. Pastaj hadithi i radhës 242 ثوت ابن عبد الهادي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا رؤيا صالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه مسلم. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma transmeton këtë hadith madhështor që është në Sahih Muslim, që edhe ky hadith është domethënë lidhet me smundjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që si pasojë të kësaj dhe vdiq. Kjo domethënë ka qenë ditët e fundit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, që vetëm se e kishte caktuar Abu Bekrin radiallahu anhu si imam për muslimanët, duke qenë i gjallë, se e largoi pejgamberi alayhi salatu wassalam perden të shtëpisë së tij, të derës së tij, e largoi perden dhe njerëzit ishin domethënë në sufuf, në safa, të lidhur domethënë pas Abu Bekrit radiallahu anhu. Dhe kjo është domethënë edhe një argument i fuqishëm se khilafeti i takon domethënë pas pejgamberit alayhi salatu wassalam, khalifja është domethënë Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Es-sitar, perdja, domethënë është ajo që vendoset te dera ose te xhami, te dritarja, që njerëzit nuk mundet me shikuar brenda shtëpisë. Kjo është domethënë es-sitar, që asaj kohë edhe të dera e kanë vendosur, se s'kan pas derë domethënë siç e kemi ne sot. Po perde ka qenë, vetëm si perde, edhe kanë jetuar ashtu. Kanë qenë të lumtur, kanë qenë të kënaqur. Kanë qenë të lumtur dhe kanë qenë domethënë të kënaqur barakallahu fikum. Atëherë u ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, o ju njerëz, nuk mbetet pas meje asgjë prej përgëzimeve të profecisë, për vetëm se ëndra e mirë që e sheh muslimani ose shihet për të. Dhe me të vërtet, dhe kjo ala wa inni nuhitu,
Kjo ala në arabisht është domethënë formë që t'ua morish vëmendjen të tjerëve. Që tash domethënë ato të kenë kujdes se çka do u thuhet atynve. Domethënë të koncentrohen. Me të vërtet, mua më është ndaluar ta lexoj Kur'anin gjatë rukus dhe gjatë sejdës. Më është ndaluar. Kush mundet t'ja ndalojnë pejgamberit alayhi salatu wasallam? Allahu subhanahu wa taala. Se kur thot pejgamberi alayhi salatu wasallam umirtu ose nuhitu, më është urdhëruar ose më është ndaluar, atëherë do të thonë urdhri dhe ndalesa i vin pejgamberit alayhi salatu wasallam prej Allahu subhanahu wa taala. A kur thot do një sahabi, umirna, nuhina, na është urdhëruar, na është ndaluar, atëherë kuptojmë është këtu do të thonë se nga ana e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Këtu do të thonë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, mua më është ndaluar që të lexoj do të thonë diçka prej Kuranit gjatë rukus ose gjatë sejdës. Po çka është ajo që është e ligjshme gjatë ruku? Fa amma ruku, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, fa'azzimu fihi ar-rabb azza wa jall. Do të thonë madhërojnë gjatë rukus, madhërojnë e Allahun subhanahu wa ta'ala. Do me thonë këtu, të përshtatet forma yte e trupit me fjalët që ju të e thonë. Se ti tash me rukun, kur shkon me trupin tënë në atë formë të për ulljes, ti do me thonë i për ullesh, kujt? Allahun subhanahu wa ta'ala. Atëherë, është shumë e përshtatshme që dhe fjalët janë si pas formës që jeti aty. Ti e madhëron Allahun subhanahu wa ta'ala, me forman që jetu e bo, me për ulljen, me rukun, atër madhëroje edhe me fjalët që i thuash ti gjatë rukus. Dhe ajo është do më thonë, subhana rabbi el adhim. Imam Ahmedi rahimullah thot, thënja subhana rabbi el adhim gjatë rukus, është wajib. Është wajib. Akal shay, më e pakta njëherë. Numri më i përsosur, numri më i vogël i përsosmërisë 3 herë. Më e përsosura 10 herë. Do me thonë, sepse këtu është Imam Ahmedi rahimullah ka thënë fa'azzimu fa amma ar-ruku fa'azzimu fihi ar-rabb azza wa jall. E sa i përket rukus, ju madhërojni në të Allahun subhanahu wa taala, fa'azzimu është urdhër. Është urdhër që ua ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wasallam sahabëve ridwanullahi alayhim dhe pastaj edhe për tërë umetin deri në ditën e gjykimit. Wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a. E sa i përket domethënë sejdës, atëherë mundoni në të domethënë ose bëni përpjekje të mëdha për lutje. Dhe po ashtu edhe gjatë sejdës. Po ashtu domethënë thuhet subhana rabbiyal a'la një herë ose 3 herë ose 10 herë. Pas kësaj domethënë që do vim edhe në hadithe tjera që do e shohim domethënë, që ka ardhur lutje të tjera gjatë rukusë dhe gjatë sejdës, por dietarët kanë thënë, sidomos Imam Ahmedi rahimahullah, kanë thënë ato lutje të transmetuara që thuhen dhe janë mustahab të thuhen në ruku ose në sujud, janë domethënë pas thënies subhana rabbiyal azim dhe subhana rabbiyal a'la. Pastaj domethënë i bon ato domethënë në lutje. Pse me bo atë shumë ijtihad gjatë sejdës, për që ti lutemi Allahun subhanahu wa taala, se thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, është shumë afër që lutja jote domethënë të pranohet. Ose është shumë e mundshme. Mundësia është e madhe që lutja juaj domethënë të pranohet. Edhe hadithi i fundit që do mësojmë për sonte bi'idhnillahi taala është عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه. Thot nëna e besimtarëve Aisha radiallahu anha se pejgamberi alayhi salatu wasalam thoshte gjatë rukus së tij dhe sejdës së tij subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li. E bonte domethënë pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë lutje gjatë rukus edhe gjatë sejdës. Por kur e bënte një gjë e tillë, masi që e thoshte, sipas Imam Ahmedit rahimahullah, subhana rabbiyal azim dhe subhana rabbiyal a'la. Pas këtyrve do të thonë 3 herë, atëherë bën ta bësh këtë lutje. Thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, sa i përket
hadithit të Ibn Abbasit në lidhje me ëndrrën e besimtarit, që është domethënë përgëzim, a e sheh ai vet atë ëndër ose dikush tjetër për të. Ose dikush tjetër domethënë për të, dhe thotë që Zedi ja tregon ëndrrën dikujt për njerëzve të dijes, që është kompetent me ta shpjegu. Jo se cilit ke dalë rrugës, ke pa donjanin, hajde këtij t'ja tregoj. Jo, njerëzve do thonë ahlul ilm. Ahlul ilm do thonë dietarëve. Ahlul ilm. Që ata me ta shpjegu do të thonë në mënyrë do të thonë të duhur. Por thotë që Zejdi rahimahullah, nuk guxon besimtari, nëse sheh një ëndër të mirë, të përgëzueshme për të, nuk guxon që ai të mbështetet në të. Dhe thotë, unë jam gati mon xhennet, veç vdekja dhe në xhennet jam. Jo, ai vazhdon domethënë në veprat e mira. Jo të bëhet domethënë neglizhent. Po ala edhe më shumë punon. Kjo myshde, ky përgëzim domethënë për të është nxitje që më bëhet domethënë edhe vepra, edhe më shumë vepra domethënë të mira. Dhe thotë që Zedi po ashtu edhe hadithi Ummul Mu'minin Aisha radiallahu anha tregon se kjo është domethënë një lutje prej lutjeve që është e ligjshme me thënë besimtari, muslimani gjatë namazit në ruku ose edhe në as-sujud. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.